Në Gjirokastër, për 2 ditë radhazi u zhvillua kampionati kombëtar i ping-pongut për moshat 15 dhe 19 vjeç. Në këtë event sportiv morën pjesë rreth 70 sportistë e ekipeve: Klubi Sportiv Tirana, Teuta, Elbasani, Përmeti, Berati e të tjerë. Pjesëmarrësit vlerësuan organizime të tilla në rrethe për të rritjen e traditës në sportin e ping-pongut. Ishte kënaqësi që ftesës tonë të bërë bashkisë në Gjirokastër. Në erdhi një përgjigje pozitive që për herë të parë të organizojmë në Gjirokastër kampionatin kombëtar të moshave U15 dhe U19, nga të cilët do dalin lojtarët më të mirë, të cilët do të përfaqësojnë dhe kombëtarën shqiptare në aktivitetet e Ballkanit. Në Gjirokastër ka pasur ping-pong në vitet e para, por sot shohim Gjirokastër që nuk ka ekipe për këto mosha, por ne e bëme edhe në formë sensibilizimi që moshat e reja dhe të kalamajt dhe të rritë të afrohen tek ping-pongu. Atëherë unë kam me përafërsi rreth 6 vite që merrem me këtë sport. Më pëlqen shumë dhe sigurisht ambicia e çdo sportisti është të rrëmbejë trofeun. Mendimi im për këtë pjesëmarrje, mua më pëlqen shumë të vete në kampionat. Unë ping-pongu nuk e shikoj vetëm si sport, por edhe si pasion. Është një kënaqësi e veçantë për mua që ky aktivitet zhvillohet në qytetin e Gjirokastës, domethënë në qarkun tonë që përfshin dhe Përmetin, dhe është një eveniment i veçantë, domethënë edhe për qytetin e Gjirokastës që hapet ky sport i ping-pongut, sport i bukur, por që s'është shumë i dëgjuar në zonën tonë. Unë kam kënaqësinë që këtu të them që ne si Përmet të përfaqësohemi me 4 veta nga këto individualet, me 2 vajzë dhe 2 djemë. 2 nga këto sportistë, një djalë dhe një vajzë, pretendojnë për të kualifikuar dhe në final. Në qytetin e Gjirokastës, për gjatë viteve të fundit janë organizuar evente sportive kombëtare dhe ndërkombëtare.